Në një fshat të vogël të Shqipërisë, mes kodrave ku dielli perëndonte me mall e shpresa zbehej bashkë me të, jetonte Liria, një grua që kishte mësuar herët se jeta nuk është gjithmonë e drejtë, por mund të përballohet me dinjitet. Ishte vetëm 45 vjeç kur humbi burrin e saj. Njeriun që e kishte dashur që në ditën e parë kur ai kishte sjell një trëndafil të egër në derën e shtëpisë së babait të saj. Kishin kaluar së bashku një jetë të thjeshtë, por plot dashuri dhe kishin bekuar botën me 4 vajza, secila më e bukur dhe më e mirë se tjetra. Por për prindërit e burrit, asgjë nga kjo nuk kishte rëndësi. Ata nuk e kishin falur kur faktin që Liria nuk solli në jetë një djalë, një trashëgimtar që do mbante mbiemrin dhe tokat e familjes. Fjalët e tyre të ftohta shpesh e therrën më shumë se çdo plag. 4 vajza. Zoti na ndëshkoi. Kur burri i saj ndëroi jetë papritur nga një sëmundje e zemrës, Liria mendoi se dhimbja më e madhe kishte kaluar, por ajo nuk e dinte se tragjedia e vërtet do fillonte pas varrimit. Kur gjyshërit e vajzave, me një ftohtësi që i ngriti gjakun, i thanë: "Ti s'ke më vend në këtë shtëpi. Ajo shtëpi ishte e djalit ton, jo e jotja. Merr vajzat dhe ik." Ajo natë ishte më e ftohta që kujtonte ndonjëherë. Jo për shkak të dimrit, por për shkak të boshllëkut që ndjeu teksa po mblidhte pak rroba në një trast të vjetër. 4 vajzat e saj, të vogla, rinin të ngjitura pas saj, duke qarë në heshtje. Më e madhja, Ema, 12 vjeçe, i tha me një zë të dridhur: "Mami, pse po ikim? Shtëpia është e jona." Liria nuk dinte ç'ti përgjigjej. Çfarë mund t'i thoshte një fëmije që sapo kishte humbur babain dhe tani edhe shtëpinë? Lotët i rëshisnin pa zhurmë në faqe ndërsa përpiqej të mos e tregonte dobësinë. Ishte grua e vetme tani dhe duhej të bëhej nën, baba dhe mburoj për 4 shpirtet e pafajshme. Të nesërmen, pas një vend për të shkuar, ajo mori rrugën për në qytet. Një mikesh e vjetër i gjeti një dhomë të vogël me qira në një ndërtesë të amortizuar. Ajo filloi të pastronte shtëpi, të lante rroba dhe të bënte çdo punë që mund t'i siguronte bukën e përditshme për vajzat. Ishte e lodhur, por kur nuk u dorëzua. Çdo mëngjes i zgjonte me buzëqeshje, edhe kur syti kishte të mbushur me lot. "Ne doja dalim," u thoshte, "se dashuria jon vlen më shumë se çdo pasuri." Në darka, pas punës, vajzat e prisnin me përqafime, ndërsa ajo u lexonte libra të vjetër që i kishte gjetur në treg. Ato e dëgjonin me sytë që ndizeshin nga ëndrat, dhe ashtu në heshtje nga dhimbja filloi të linte një forcë që Liria as vet nuk e dinte se e kishte. Një ditë, kur po lante dritaret e një ndërtese të madhe, pronari, një burr rreth të 50-tave, e pa tek punonte me kujdes, me fytyrën e lodhur por me një dritë të veçantë në sy. "Ti nuk je si gratë e tjera që kam punësuar," i tha. "Unë s'kam luksin të dorëzohem," ju përgjigj ajo me një buzëqeshje të hidhur. Në atë moment, jeta e saj nisi të ndryshoj ngadalë. Ditët kalonin dhe Liria nisi të fitonte respekt në çdo shtëpi ku punonte. Ishte e ndershme, e përkushtuar dhe mbi të gjitha, nuk ankohej kurrë. Edhe pse duart i ishin qarë nga uji i ftohtë e detergjentët, ajo i mbante të pastra, sepse duart e saj ishin mjeti i vetëm për të ushqyer fëmijët. Pronari që e kishte vënë re, quhej mentor. Ishte një burr i heshtur, i ve, që zotëronte një punishte të vogël mobiljesh. Një ditë e pyeti nëse donte të punonte aty, të ndihmonte në zyrë me pastrim dhe përgatitje dokumentesh. Liria pranoi, jo sepse kërkonte rehati, por sepse çdo hap përpara ishte një shpresë për vajzat. Në atë punishte, ajo mësoi shumë gjëra. Mentor e trajtoi me respekt dhe i dha mundësinë të ndjehej sërish e vlefshme. Pas disa javësh, ai i dha një zarf me pagën e parë. Liria u habit, ishte më shumë se çdo shumë që kishte marrë ndonjëherë. "E meriton," i tha ai. "Ti nuk pastron thjesht, ti e ndreq çdo vend ku hyn." Ajo nuk foli, vetëm uli kokën dhe falënderoi me zë të butë. Ato para i përdori për të blerë librat e vajzave dhe një pallto të re për më të voglën, Lorën, e cila gjithmonë kishte ethe nga i ftohti. Por jeta nuk i ndalonte sprova. Një pasdite, ndërsa po kthehej nga puna, i erdhi një thirrje nga fshati. Ishte një kushëri i burrit që i tha me ton urdhërues: "Eja të firmosësh disa letra, se prindërit e burrit po ndajnë pronën." Liria u trondi. E dinte që ajo pronë ishte e bashkëshortit, por me që s'kishte djalë, gjyshërit donin ta ndanin me të afërmit e tjerë. U kthye në fshat me një tren të vjetër, me sytë që i digjnin nga zemërimi dhe zhgënjimi. Kur mbërriti, prindërit e burrit as që e përshëndetën. "Ne po rregullojmë çështjet tona," i tha vjehri me zë të ashpër. "Ti s'ke më asnjë të drejtë këtu." Ajo u ngrit, i pa drejt në sy dhe për herë të parë në jetën e saj foli me zë të lartë. "Kam rritur vajzat e djalit tuaj me nder e pa ndihmën tuaj. Nëse Zoti do të më gjykojë për këtë, jam gati."
Por ju, që përzini nënën e nipave tuaj, mos kërkoni bekim më. U largua pa firmosur asgjë. Në atë moment ndjeu diçka që se kishte ndjer prej kohësh, krenari. Kur u kthye në qytet, vajzat e përqafuan me lot. Mami, pse po qani, pyeti Lora. Ajo i shtrëngoi fort dhe tha, jo nga trishtimi, bija ime, nga forca. Pas atij momenti, Liria vendosi të mos kërkonte më asnjë cop toke, asnjë mëshirë. Vetëm punë, arsim dhe dinjitet për vajzat e saj. Mentore pa duke u përpjekur çdo ditë dhe vendosi t'i ndihmonte vajzat me shkollën. Arsimi është drita që se shuajnë as padrejtësitë, i tha i vitet kaluam. Vajzat u rritën, njëra u bë mjeke, tjetra mësuese, tjetra inxhiniere dhe më e vogla, Lora, filloi të shkruante libra për gratë e forta shqiptare. Në librin e parë, ajo ja dedikoi fjalët më të bukura nënës. Për gruan që më mësoi se një shtëpi nuk është muret ku jeton, por zemra që nuk dorëzohet kurrë. Dhe kur librat e Lorës u botuan, një kopje arriti edhe në fshatin ku dikur e kishin për zën. Gjyshërit e lexuan dhe lotët u rrokullisën mbi faqe. Tani e kuptuan se ajo grua që se deshën kurrë si nuse kishte qenë bekimi më i madh që kishin pasur. Kishin kaluar gati 15 vjet që kur Liria ishte larguar nga fshati me një trast në dorë dhe 4 vajza të friksuara pas. Tani ajo ishte ndryshe. Flokët e saj kishin marrë ngjyrën e argjend të përvojës, por syt kishin mbetur po aq të ngrohtë, plot jetë e dritë. Vajzat ishin bërë gra të suksesshme dhe të dashura, secila me historinë e saj të forcës. Lora, më e vogla, kishte fituar çmime për librat e saj dhe një ditë, pas një interviste televizive, i tha nënës, mami, dua të kthehemi në fshat. Dua të shoh përsëri atje ku gjithçka nisi. Liria e ndjeu si dridhej zemra. Kishte kaluar vite të tëra duke shmangur atë vend, duke mos dashur të përballej me kujtimet e hidhura. Por brenda saj diçka i tha se kishte ardhur koha për t'u kthyer, jo si viktim, por si njeri që kishte fituar betejën më të madhe, atë me jetën. Të dielën e parë të pranverës, morën rrugën drejt fshatit. Era sillte aromë lulesh dhe dielli i butë ndriçonte rrugët që dikur ishin dukur aq të errëta. Kur makina ndaloi para shtëpisë së vjetër, Liria zbriti ngadalë, duke ndjerë si mbushej fyti me emocione. Në derë qëndronte një burr plak, vjehri i saj, i mbështetur në një shkop. Ishte plakur shumë. Syti ishin zbehur, duart i dridheshin. Por në to kishte një pendes që s'kishte qenë kurrë më parë. Kur e pa, i ra shkopi nga dora dhe lotët i rëshitën pa turp. Lirie je ti? Pyeti me një zë që mezi dëgjohej, ajo nuk foli. U afrua ngadalë dhe vetëm uli kokën, duke e përshëndetur me respekt. Plaku i zgjati dorën, pastaj u përkule tha me zë të thyer. Na fal. Ne s'kemi ditur ç'është drejtësia. Na verboi mendësia e vjetër, doja një djalë. Por Zoti ma dha 4 vajza si e ngjej dhe si vlerësova. Në atë çast nga shtëpia doli edhe vjehra, e thinjur e me shami të bardhë. Ajo u afrua, por ndaloi disa hapa larg, sikur turpi se linte të afrohej më shumë. Ka menduar për ty çdo natë, i tha me lot në sy. Nuk e di nëse meriton falje, por dua të di që nuk të urrej më. Liria i pa dhe pas një heshtjeje të gjatë, tha me qetësi. Unë ju kam falur shumë kohë më parë, sepse po të mos më kishit për zëna të herë, s'do kisha zbuluar forcën time. Dhe vajzat s'do ishin bërë ato që janë sot. Të gjithë heshtën. Më pas, Lora u afrua dhe i dha gjyshit një libër. Në kopertinë shkruhej: Gratë që ngritën botën, historia e nënës sime. Plaku e mori libri me duar që i dridheshin, e preku si një relike të shenjtë dhe tha me zë të lartë. Zoti na bekoft përmes grave që su dorëzojnë. Atë natë, Liria dhe vajzat u ftuan të qëndronin në shtëpinë ku dikur ishin për zën. Oxhaku u ndes sërish, por këtë herë jo për ngrohje, por për pajtim. Kur të gjithë ranë në gjumë, Liria doli jashtë dhe pa qiellin e ullëzuar. Një erë e lehti preku flokët. Ajo buzëqeshi dhe përshpëriti. Zoti, faleminderit që më more gjithçka. Vetëm për të më mësuar se mund t'i kem të gjitha, nëse nuk humb shpirtin. Në mëngjes, dielli u ngrit mbi fshat, dhe për herë të parë pas shumë vitesh, ajo shtëpi nuk ishte më urrejtje brenda. Vetëm paqe. Kaluan disa javë që nga rikthimi i Lirisë në fshat, dhe çdo ditë që kalonte, ajo ndjente si plagët e vjetra shëroheshin pak nga pak. Gjyshërit që dikur e kishin për zën, tani se linin të largohej pa e përqafuar. Vajzat, me bujarin dhe edukatën që u kishte dhënë nëna, silleshin me dashuri e respekt, si të donin të shlyenin një borxh që nuk u takonte atyre. Një mbrëmje, teksa të gjithë ishin ulur në oborrin e vjetër, me aromën e qershive që mbushte ajrin, Lora foli. Mami, dua të bëjmë diçka për gratë që kanë kaluar atë që kalove ti.
Dua që askush të mos ndjehet më vetëm. Liria e pa me lot në sy. Çfarë ke në mendje, Bi? Një fondacion, u përgjigja ajo. Në emrin tënd. Një vend ku gratë që përzihen, ke shtrajtohen apo lihen pa mbështetje, të gjejnë stre. Arsime forcë për të filluar nga e para. Në fillim, Liria u step. Nuk ishte mësuar të dëgjonte fjalë të mëdha për veten. Ajo kishte jetuar thjesht, pa kërkuar fama apo lavdi. Por kur pa në sytë e vajzave dritën e së ardhmes, kuptoi se misioni i saj nuk ishte mbaruar. Nëse mund të ndryshojmë jetën e një gruaje të vetme, tha me zë të qetë, atëherë ja vlen çdo kujtim i hidhur. Brenda pak muajsh, me ndihmën e mentorit dhe vajzave, fondacioni dritë nga Liria u hap në qytet. Ishte një godinë e thjeshtë, por çdo mur i saj mbante frym dashurie e qëndrueshmërie. Në hyrje, një pllakë e gdhendur mbante fjalët që Liria kishte thënë dikur. Nuk ka shtëpi më të fortë se ajo që ndërtohet me dashuri, dhe as pasuri më të madhe se vajzat që ngrihen nga hiri. Shumë gra filluan të vinë aty, disa me fëmijë, disa me duar bosh, por me shpresë në sy. Liria i priste çdo ditë me një përqafim dhe një fjalë të butë. Ajo se shihte veten si shpëtimtare, por si dëshmi e gjallë se dhimbja mund të kthehet në forcë. Një ditë, në një nga ambientet e fondacionit, erdhi një vajzë e re me sy të fryrë nga lotët. Ishte përzën nga shtëpia sepse kishte lindur 2 vajza. Liria e mori për dorë dhe i tha me zë që i ngjante një lutjeje. Mos haro kur, bia ime, çdo vajzë është bekim. Burrat ndërtojnë mure, por gratë ndërtojnë botën. Këto fjalë u përhapën si zjarri i mirë. Gazetar, student e njerëz nga qytete të tjera nisën të flisnin për të. Por Liria qëndronte e thjeshtë. Për të, suksesi nuk ishte fama, por buzëqeshja e grave që ringriheshin. Një mbrëmje vere, ndërsa dielli po perëndonte, ajo ul pranë vajzave të saj në oborrin e shtëpisë ku dikur ishte dëbuar. Tani ajo shtëpi ishte plot zëra, jetë e dashuri. Gjyshërit, tashmë të moshuar e të penduar, i shikonin stërmbesa teksa vraponin në përkopsht. Liria buzëqeshi dhe me zë të butë tha: Zoti mi mori djemt që si pata kur, për të më dhënë vajza që më bën grua, nën dhe dritë për të tjerët. Dhe kështu historia e saj nuk mbeti vetëm një kujtim, por një frymëzim. Nga një nën e përzën, ajo u bë simbol i forcës dhe dashurisë që mund të ndryshojë botën, një grua që provoi se ndonjëherë, rruga më e dhimbshme është ajo që të çon drejt lavdisë më të bukur. Të jesh e vlefshme, edhe kur bota të përbuz. Vitet kaluan dhe Liria u plak ngadalë, por çdo rrudha në fytyrën e saj tregonte një histori suksesi, dhimbje dhe dashurie të pashlyeshme. Vajzat e saj kishin krijuar jetën e tyre. Ema ishte mjeke dhe shpëtonte jetë çdo ditë. Ana ishte mësuese dhe u mësonte fëmijëve të lexojnë ëndrat e tyre. Mira kishte hapur një biznes të vogël për gratë e qytetit. Dhe Lora, më e vogla, ishte autore e librave frymëzues që rrëfenin histori grash të forta si ajo nën që i kishte dhënë jetë. Fondacioni dritë nga Liria ishte bërë një stre e njohur për gratë që kishin humbur gjithçka, por kishin ende një shpirt të patundur. Liria i përqafoi, i dëgjoi dhe i ndihmoi të gjenin forcën e brendshme që ajo vetë kishte zbuluar pas çdo sfide të jetës. Një ditë pranvere, kur dielli ndriçonte fushat me lulet e egra, Liria ndjeu një lodhje të lehtë dhe kuptoi se koha e saj po afrohej. Vajzat ishin pranë saj, duke mbajtur duart e saj të shtrënguara fort. Ajo i pa dhe me zë të butë tha: Mos qani për mua, bija të dashura. Jam e lumtur. E keni bërë këtë botë më të bukur, jo vetëm për veten tuaj, por për të gjitha gratë që do të ndjekin rrugën tuaj. Kur mëngjesi erdhi, Liria ndëroi jetë në gjumë, me fytyrën e qetë dhe një buzëqeshje të lehtë. Vajzat dhe gratë e fondacionit ngritën një kujtim të përjetshëm për të. Një kopje të librit të parë të Lorës me mbishkrimin: Për gruan që më mësoi se dhimbja nuk është fundi, por fillimi i forcës. Në fshatin ku dikur ishte përzën, tani kishte një memorial të vogël në oborrin e shtëpisë së vjetër, ku njerëzit e vizitonin për të nderuar jetën e saj. Çdo vit, vajzat organizonin aktivitete për gratë e reja që kishin nevojë për mbështetje, duke vazhduar misionin e nënës së tyre. Të mësonin se çdo sfidë mund të kthehet në forcë dhe çdo humbje mund të bëhet nisja e një historie suksesi. Historia e Liris nuk ishte vetëm tregimi një gruaje që humbi gjithçka dhe rindërtoi jetën e saj. Ishte një testament i dashurisë, qëndrueshmërisë dhe fuqisë së brendshme. Ajo tregoi se ndonjëherë dhimbja e madhe sjell më shumë dritë se çdo pasuri. Dhe vajzat e saj, trashëgimtarët e së vërtetës së saj, e bën këtë dritë të ndriçonte për breza të tërë.